Unë kam një pyetje në Bibël në librin e Levitikut 19, vargu 16. Fjala e Zotit thotë: mos shkoje të sillesh duke shpifur nëpër popullin tënd, as mos mbaj qëndrim kundër jetës së të afërmit tënd. Unë jam Zoti. Motër, do doja që ju të na shpjegoni ndryshimin midis dy gjërave, sepse ju na keni mësuar se kur dikush vjen dhe na tregon një thashë them, ne duhet i themi personit se nuk duam ta dëgjojmë atë, se nuk duam të bëhemi pjesë e këtyre gjërave. Unë po ashtu kuptoj se thashë themet apo shpifjet i bëjnë shumë dëm jetës shpirtërore të dikujt dhe gjithashtu imazhit të personit. Ka situata ku kufiri është shumë i holl midis të treguarit të asaj që dikush na ka bërë dhe të bërit thashë themi. Le të themi se thashë themi krijohet për shembull nëse dikush juve ju beson diçka, ju mban si person të besuar, ka persona që duan të kenë një person të besuar dhe i tregojnë gjërat që u ndodhin në jetë, atëherë ju duhet ta respektoni këtë, ta dëgjoni personin dhe nëse mund ta këshilloni e këshilloni, e ndihmoni, thoni të mos mendoj në këtë mënyrë, i jepni një zgjidhje e ndihmoni. Por nëse pastaj filloni të tregoni këto gjëra që personi ju ka thënë, ja thoni një personi, pastaj një personi tjetër e kështu me radhë. Këto gjëra kthehen në thashë theme, sepse një person shton diçka, një tjetër heq diçka dhe në fund informacioni shtrëmbrohet. Po ashtu, ndoshta persona të tjerë fillojnë të flasin keq, kritikojnë, murmurisin, lidhur me atë gjë që ju komentoni. Fillojnë të flasin, të kritikojnë, të murmurisin, fillojnë të shtojnë, të heqin, derisa informacioni të mos jetë më i vërtet. Kështu formohen thashë theme, dikush tha po, një tjetër tha jo, dikush tha ngjyra është blu, tjetri tha ngjyra është e zezë dhe informacioni shtrëmbrohet. Këto janë ato që quhen murmuritje, thashë themet, shpifjet, kritikat, të merresh me fjalë. Dhe lidhur me të gjitha këto Perëndia na mëson se duhet të jemi të mençur dhe të kujdesshëm të mos i bëjmë këto gjëra. Për më tepër është mungesë edukate. Një person i edukuar nuk duhet të bëhet pjesë e këtyre gjërave. Nëse dikush vjen dhe ju flet për jetën e tij, ju e dëgjoni, e drejtoni, e këshilloni, e ndihmoni. Por ajo që u fol mos të dalë nga ju, mos i tregoni askujt asgjë, tregoni respekt, sepse ajo që u tha mund të jetë një sekret, sepse ka persona që thonë kam një sekret, dua t'ju tregoj. Dhe ato gjëra që ishin sekret ju përfundoni duke u treguar të gjithëve. Dhe përveç se njeriu tregon mungesë edukate kur bën këtë gjë, ndodh që personi më vonë ta marrë vesh që ju keni treguar, që ju keni folur me të tjerët, dhe nga kjo personi ndihet keq, personi ndihet i tradhtuar, thotë mendova se ai person ishte serioz, se nuk do të më tradhtonte në këtë mënyrë, por shikoni se si sillet me mua, shikoni se si më tradhtoi. Këto gjëra bëjnë që njerëzit të mos kenë besim, që njerëzit të humbasin besimin, tani nuk mund të besojnë më tek njerëzit, nuk mund të besojnë tek ky apo tek ai person, sepse të gjithë janë aty të përfshirë. Dhe me siguri kjo është diçka shumë e rëndë, sepse këtu Perëndia e ndalon këtë gjë dhe thotë mos shko e të sillesh duke shpifur, sepse ndonjëherë një thashë them mund të ketë lindur nga një vërtet që ka ekzistuar, por më vonë kthehet në kritik, murmuritje dhe madje deri në vrasje, sepse sipas Biblës thuhet se kanë arritur deri në vrasje. Kishte persona që i merrnin jetën dikujt tjetër për shkak të një thashë themi, shpifje, murmuritje apo një keq kuptimi. Prandaj të gjitha këto gjëra bëjnë që njerëzit të përfundojnë duke bërë këto veprime. Është shumë e vështirë sepse si qenie njerëzore gjithmonë njerëzit janë të prirur të flasin, të ndërhyjnë në gjërat që nuk u takojnë, të bëjnë komente pa vend ndoshta, të flasin gjëra që nuk duhet t'i flasin, që nuk na interesojnë. Prandaj të kemi kujdes që ato që ne themi të mos dëmtojnë dikë tjetër, të mos dëmtojnë jetën shpirtërore të dikujt, që unë të mos i bëj dëm dikujt me ato që them. Kujdesem për komentet që bëj. Me rast të shohim në televizor gjëra që nxjerrin dhe komentojnë. Bëjmë komente dhe ndoshta kritikojmë diçka, por kjo gjë nuk dëmton askënd sepse jemi përpara televizorit dhe askush nga ana tjetër e televizorit nuk na dëgjon. Themi me raste, ai është shumë i shëndosh, ai është shumë i dobët,
po shiko se si është veshur, shiko çfarë ndodhi, shiko çfarë po ndodh dhe bëhen komente. Por këto komente nuk dëmtojnë askënd. Por nëse bëj thashë theme për dikë që njoh dhe i them dikujt, shiko ky apo ai thot apo bën X gjë, atëherë po mbjell përçarje në zemrën e këtij personi kundër personit tjetër. Dhe kështu që personi fillon mendon keq për personin tjetër dhe krijohet një kaos në jetën tonë, në harmoninë që duhet të kemi. Kjo bën që personi të jetë mosbesues, lëshije të keqe dhe personi nuk është komod. Me të drejtë, në një nga psalmet Zoti thot: "Ja sa mire dhe sa e këndshme është kur vëllezërit banojnë së bashku në unitet." Pra Zoti në mbledhjet e kishës kujdeset që ne të mos jemi pjesë e fjalëve, shpifjeve, thashethemeve, kritikave apo pakënaqësive, sepse të gjitha këto dëmtojnë jetën tonë shpirtërore dhe po ashtu ato të tjerëve. Zoti gjithmonë kujdeset për ne, se ne duhet të sillemi me urtësi dhe me zgjuarsi. Prandaj ne mësojmë, çdo ditë mësojmë se si duhet të sillemi në mbledhjet e kishës, sepse në mbledhjet e kishës me raste ne shohim njerëzit dhe i njohim njerëzit dhe aty duhet kemi shumë kujdes, sepse duke qenë se i shohim kaq shumë herë njerëzit, u a dim emrat njerëzve, unë për shembull nuk u a di emrat njerëzve këtu dhe nuk e kam këtë problem, por ju ndoshta po i dini dhe djalli mund të nxjisë probleme duke qenë se ju jeni gjatë gjithë kohës këtu, dini emrat, atëherë njëra pa shtrembër tjetrën, tjetra tha nuk më përshëndeti, nuk donte të më vendoste duart, dhe kështu nisin komentet. Duhet të jemi të kujdesshëm në mbledhjet e kishës, shumë të kujdesshëm, të mos i shohim gjërat me sy kritik, që të mos jemi duke kritikuar dhe as të shohim gjërat e këqija të tjerëve, por vetëm anën e mirë gjithmonë. Të mendojmë se nëse dikush vjen këtu, është sepse do Perëndin dhe Perëndia e pranon atë person. Kështu që edhe unë duhet ta pranoj personin siç është. Dhe nëse shoh se dikush ka një defekt, se tha diçka gabim, unë hesht nuk ja them këtë askujt, sepse nëse e them, do të përhapet, do të nisin komentet në kishë dhe kjo dëmton jetën shpirtërore kur ju profetizoni apo vendosni duart. Dikush mund të thotë: unë nuk duaj që ajo apo ai të më vendos duart, nuk duaj që të më ja profeci, sepse do të më thotë gjëra që nuk janë. Kështu nxitet ky reagim për shkak të thashethemeve dhe komenteve, që dëmtojnë jetën shpirtërore, nuk ka harmoni. Këto gjëra dëmtojnë. Unë mund t'ju tregoj vëllezër dhe motra se kisha në fillim kur ishim 20, 30, 40 persona, kur ishim 100 persona, kishte shumë murmuritje dhe kritika. Më kujtohet se mua shumë persona nuk më donin, sidomos ata që profetizonin nuk më donin. Nuk e di pse, por gjithmonë thoshin gjëra për mua, Maria Luisa këtu apo Maria Luisa ashtu, dhe çdo gjë Maria Luisa, Maria Luisa. Me raste dikush më tregonte komentet që bënin për mua, por unë vazhdoja të ecja përpara dhe fryma e shenjtë më thoshte, vazhdo ec përpara dhe mos u kushto vëmendje komenteve. Mos u kushto vëmendje komenteve sepse këtë gjë e bën djalli, kështu më thoshte Zoti. Kështu që unë nuk u kushtoja rëndësi. Dhe ata persona që flisnin dhe bënin komente për mua, më thoshin: të lutem, a mund të më japësh profeci? Unë u thoja me shumë kënaqësi, u jap profeci. Unë lutesha për njerëzit, u jepja profeci, të nuk përfshihesha në ato gjëra që thoshin për mua. E dija që nuk më donin, nuk e di nëse ishte zili, nuk e di, por mua më është dashur të përballem shumë gjëra dhe Zoti gjithmonë më thoshte: mos u shqetëso, mos u kushto vëmendje, vazhdo përpara, sepse të gjitha këto do të rregullohen, do të zgjidhen dhe unë vazhdova dhe unë shërbeja në kishë, lutesha për personat që vinin për herë të parë dhe kaq. Dhe Zoti më thoshte: vazhdo ec përpara, mos u kushto vëmendje, është djalli që të ka zili. Dhe Zoti më mbështeti, Zoti më ndihmoi gjithmonë. Dhe kur unë them se kur nuk qaj për problemet, kështu është. Dhe unë për gjithë skandalet, shpifjet dhe gjërat që kam kaluar nuk kam derdhur asnjë lot.
Së pari sepse nuk janë të vërteta, dhe duke qenë se nuk janë të vërteta, përse të qaj? Së dyti sepse Perëndia më flet, më bën premtime dhe unë kam besim tek Zoti, atëherë përse të qaj? Unë qaj kur lutem dhe Zoti më prek, aty po qaj, por problemet apo njerëzit që thonë për mua një gjë apo një gjë tjetër, këto gjëra nuk më bëjnë të qaj. Kështu që Zoti është ai që është aty dhe në mbledhjet e kishës duhet të jemi shumë të urtë, të mençur dhe të kujdesshëm. Sepse në mbledhjet e kishës, kur janë pak njerëz, njerëzit njohin njëri tjetrin dhe kjo mund të prekë dhuntinë e profecisë, sepse njerëzit pastaj profetizojnë rreth asaj që dinë, rreth asaj që kanë dëgjuar dhe me raste njerëzit e lënë veten të ndikohen nga këto gjëra dhe profecia nuk është e përsosur. Dhe ne këtu duhet të luftojmë që dhuntia jonë e profecisë të jetë e përsosur, perfekte. Le të mos përfshihemi në komente për jetën e të tjerëve, as në thashetheme apo murmuritje. Të jemi të matur, ato që shikoni dhe dëgjoni, mos ja thoni askujt nëse doni që dhuntia juaj e profecisë të jetë e përsosur.